E drejta për të pasur një gjyshe i përket çdo fëmije, por fatkeqësisht, jo të gjithë e kanë këtë mundësi, por sot jo të pamundur. Fondacioni One Heart Albania startoi punën në Shqipëri dhe konkretisht në Tiranë e Shkodër me projektin Një gjyshe për fëmijët. Ky program është implementuar në më shumë se 20 vite nga Debora Dushku në Bullgari, e cila atje krijoi One Heart Bulgaria. Por tashmë Debora Dushku, amerikane me origjinë shqiptare, babai i saj nga Korça, së bashku me Eriola Florentina Gjeko, biznesmene shqiptare, edhe kjo nga Korça, bashkëthemeluan fondacionin One Heart Albania. Eriola nuk është vetëm bashkëthemeluesja e fondacionit, por edhe sponsori i këtij projekti të rëndësishëm, i cili po zbatohet për herë të parë në Shqipëri në institucionet e përkujdesit shoqëror, shtëpitë e fëmijëve. My name is Hannah and I am the daughter of the founder of One Heart Children's Foundation. Fondacioni ka mbi 20 vite që funksionon dhe tashmë kemi dhe degën tonë në vendin tonë, vendi i gjyshesime nga Korça. Kështu përmbush një ëndër e jona. E duam këtë vend dhe dëshirojmë të ndihmojmë, dëshirojmë të ofrojmë respekt dhe dashuri fëmijëve, të provojmë të krijojmë një familje ku të ndihen më mirë. Gjyshet janë një potencial i madh i dashurisë që ju a japin fëmijëve. Ne duam ta shfrytëzojmë një mundësi të tillë. Kjo ka ndodhur dhe me mua, kështu dhe me gjyshen time. Besojmë se gjërat do të funksionojnë mirë dhe fëmijët do të jenë të rrethuar me dashuri. Ky projekt konsiston në punësimet e gjysheve, të cilat do të bëjnë rolin e gjysheve në këto institucione rezidenciale. Vizioni i fondacionit është një vend ku çdo fëmijë i braktisur dhe i vendosur në institucion përjeton dashurinë, kujdesin dhe lidhjen e një gjysheje kujdestare, që e fuqizon atë të rritet me dinjitet, shpresë, qëllim dhe një ndjenjë të përkatësisë në familje. Programi Gjyshet për fëmijët, i themeluar nga Fondacioni Një zemër për fëmijët, është i përkushtuar për të përmirësuar jetën e fëmijëve të braktisur, duke ju ofruar atyre kujdes të vazhdueshëm, të personalizuar nga gjyshe të dhemshura e të dashura. Përmes këtij modeli me ndikim të dyfisht, promovohet zhvillimi emocional dhe shoqëror të fëmijët vulnerabël, ndërsa ofrohet punësim i vlefshëm, lidhje dhe qëllim për gratë e moshuara në komunitet. Një lidhje shumë e bukur brezash, gjyshet që realisht janë gjyshe në jetë reale, do bëjnë rolin e gjysheve në institucionet e përkujdesit. Ne asistuam në çeljen e këtij programi në Shkodër në një ceremoni më shumë se sa zyrtare, ishte shpirtërore, plot mesazhe dhe shpresëdhënëse. Mirëmbrëma. Pasditësh po gjithsesi. Mirë se keni ardhur. Janë fort e lumtur që keni gjetë kohën, sepse normalisht jemi në agjendë pushimesh, mbas edhe punë dhe pasditja jonë është shumë e vlefshme për na. Por ky takimi, në fund fare të thoni, wow, ishte vërtet shumë i bukur. Tani mund të jemi në atë normalitetin tonë që thjesht njihemi me njëri tjetrin, dhe mbas tek këtu dikush mund ta di se pse ne jemi mbledhur, po në fund fare të takimit, unë po ja them që tani jemi mbledhur pikërisht për këtë nëna këtu. Unë i them nëna, po fëmijët do t'i them gjysha. Janë pikërisht këto gjyshet këtu. Megjithatë unë do të them diçka nga jeta ime. Dy gjëra që më kanë bërë nga fëmijëria ime. Emri im, Valbona, dhe Zoti. Po hëmi bon do thoni ju, çfarë ka ndodhur me ty? Emri im Valbona, në moshën diku 4-5 vjeç, marrë vesh që ma ka vendosur gjyshi. Nga gojdhonat e prindërve të mi, kam qenë një fëmijë shumë bafazan që flisja pafundësisht, dhe një ditë bukur gjyshet i kam thënë, çdo të thotë emrin Valbona. Dhe gjyshima që më mençur atëherë, që unë kujtoj edhe sot dhe ka lënë tek unë një presë e jashtëzakonshme, të keqen gjyshet ta Valbona do thotë lukinë e bukur. Dhe kjo Valbona është të tropojë. Okej, dhe më ishte fiksuar lumi Valbona, prandaj është Valbona lukinë e bukur. Dhe për diçka shumë të bukur që më ndodhi me Valbona, kam marrë dhe nusën e djalit në tropoja. Kjo si duket për shkak të emrit. Ndërsa pjesa tjetër po shumë e bukur e ime ka të bëjë me Zotin. Sepse dua të them që vërtet ne jemi sot këtu me çdo gjë të tonën, por nuk e di. Duke bëkruar dhe nga Zoti që jemi gjithë bashkë, ca njerëz të mrekullueshëm për të bërë diçka shumë të bukur. Po me gjyshin e kam këtë gjë. Gjysha për natyrë ka qenë më i qetë, më urtë, më e butë, më e ëmbël.
I them gjyshit, dëgjoj gjyshin e një herë e voçkër, për shumë e vogël, fëmijë i strac. Çdo thot Zot, se gjysha thoshte Zot, o Zot. Të keqin gjyshin më merr jashtë. Dhe më thot, hajde këtu. Kam qenë gjë e vogël e brisht, e marume, shumë e dobët, haja shumë keq. Hajde këtu, më thot mu, shkoj pas gjyshit. Urdhëroj tha. Shikoj e tha gjithë këto, ngrije kokën lart gjithkund. Zoti është në kjo pjesa që edhe shikon ti, edhe që nuk shikon ti. Zoti është shumë, por shumë i madh. Ai nuk mund të më thoshte ndrysh, sa shumë ka qenë kohë atëherë. Por shpjegimi i gjyshit tek unë ishte ekselent. Dhe tani, mbas 90-s që ne ju rikthyem besimit, wow, them se i mënsh pas këtij gjyshi. Në variantin e tij të mrekullueshëm, i bonet voçkët e kishte shpjeguar për mrekulli. Unë mendoj se sot nuk do bëjmë një takim. Por ne të dalim një konferencë dhe të lexojmë, jo, do jetë takim krejt miqësor. Dhe mbas kësaj gjë që unë thash për gjyshin tim, do të doja që përpara se të fillojmë një këngë për gjyshin, unë do doja të bëj një prezantim të gjithë personave. Do më falni në emra, por fillimisht unë dua të t'ju prezantoj juve 6 gjyshet tona. Kemi gjyshet e Shkodrës, dhe për çuditje janë rreshtuar vështë. Kemi Xhixhën, kemi Sanien, kemi Frikën, kemi dhe 3 gjyshe nga Tirana. Kemi Naimen, kemi Gjulietën, kemi dhe Afroditën. Këto gjyshe janë këtu, sepse për herë të parë, këtu do të punojnë. Sepse ne e dim që gjyshet punojnë ka shumë sa nuk ka ku të shkojnë më. Por gjithmonë bëjmë punë vullnetare të papaguar. Vajza, ajo bukuroshja është Hana. Dhe shpikërisht është vajza e bashkëthemeluese së fondacionit të Deborës, që Bashkia Shkodër ka patur fatin ta ketë afër. Zysh Liliana, vazhdojmë me Julin, vazhdojmë me drejtorin që në zhvillimit, Alinën e shërbimit social, bashkë me vajza, bashkë me Angelën. Stafi imi tërë që është bëjmë mrekullueshëm bashkë me fëmijët, kemi stafin e Zyber Hallullit bashkë me psikologën, edhe me gjyshet e veta. Vazhdojmë Martezër, që jam shumë e lumtur që ka përfaqësues, vazhdojmë me Denadën, vazhdojmë me Uardën Bukuroshën, por që kemi një histori të bukur gjysheje, Kastrioti, mikun tim të pandashëm, vazhdojmë me Ritën, tashmë e kam bërë pjesë të familjes time dhe nuk e ndaj më. Vazhdojmë një djalë shumë bukurosh i cili do të shkëlqejë duke kënduar. Të gjyshet që do e thaj, nëna Nikolina shumë e dashur për mua, kemi dhe koleget, vazhdojmë dhe koleget tjetër, dhe kemi një grup të shkëlqyer, e duke parë si ndropa. Kemi dhe 3 miq të mrekullueshëm që përsëri dhe këto nuk i ndaj nga familja ime. Tani mbasi mbaruam këtë prezantim, kemi harruar njëri tjetër, kam Kozetën e mrekullueshme që nuk përton asnjëherë, edhe pse është me punë deri në fyt. Dhe kam një kolegë këtu që më ka ndihmuar në çdo lloj gjëje. Kam një Angjelinë diku aty që ja kam Serianin. Seriani, djalin e shkëlqyer të koleg. Unë e kam kolegë, kam çdo ditë institucion. Kështu që besoj prezantimi është ekselent që bëra, nëse kam harruar, nuk kem lutem ju këtë falur. Tani unë mendoj të dëgjojmë gjithë një këngë të vjetër tonën, na falin fëmijët. Këtë këngë dua t'i shijojmë ne, forca vërtet. Zori gjyshes, gjarjen ma trego, e të dore saja, mi kryen leda to. Zori gjyshes, gjarjen ma trego, e të dore saja, mi kryen leda to. Zori gjyshes, gjarjen ma trego, I'm
gjyshet, ngjarjen ma tregon, le të dores aja, mi kryen relator. Tani do një prezantim fare të thjesht, për i beni gati edhe pak thuaj. Një prezantim të thjesht, sepse ne jemi mbledhur. Pikërisht tu keni dhe base miqtemi mund ta kenë kuptuar dhe të kenë marrë vesh që prej 2 vitesh 3 shqiptare të mira, po njëra shqiptare që është Eriola Florentia Gjeko, është koçare vajza. Dhe 2 koçare të tjera, Debora bashkë me motrën, të cilët jetojnë në Amerikë, por që ato kanë origjinë nga Korça. Debora, faktikisht ka 20 dhe sa vite që punon në shërbime sociale atje në Amerikë dhe jo vetëm. Kishte ndërtuar një fondacion fuqishëm dhe për drejt, punonte për 20 dhe sa vitesh në Bullgari. Takohet me Florentën tonë, mikën e institucionit tim, mikën shumë të mirë të Shkodrës, dhe i thotë wow, po të gjysheve që bëhen në Bullgari, në kemi usë në Shqipëri. Dhe një telefonat e vonë, pikërisht nga Florentia, unë i them Florente, sepse ajo e ka Eriola, po Florente është emri pagëzimet, dhe thotë Valbona, unë duhet të sjellë se të bën një projekt të bukur të gjyshave. U rropatëm 2 vite, dhe sot e kemi ndërtuar një fondacion i cili është i tërë shqiptar. Pavarësisht se të 3 bashkëthemeluesit janë mes Amerikës dhe Shqipërisë. Dhe pikërisht ne kemi tentuar dhe kemi filluar me 4 institucione rezidenciale, që do të thotë të gjithë fëmijët e institucioneve të kenë mundësi të kenë një gjysh. Në jetëgjatësinë time në shërbime sociale, kam parë me 10 raste që ku ka gjysh dhe gjyshe, fëmia merret në mbrojtje shumë më thjesht dhe shumë më bukur. Kështu që kur dhe këto gjyshe tashmë do të bëjnë rolin e gjyshes të institucionet tona, dhe këtë gjën kanë di që e kanë filluar këtë zonja, kemi parë frytet e para. Dhe kur unë i kam thënë Deborës që kemi një rast të pa imagjinueshëm të bukur, ku nëna Frida që një fëmijë nga shtëpia e Foshës për të bërë seanca logopedisti. Dhe pak më përpara nuk kishen mund për ta bërë të gjë të tillë, sepse stafet e vogla që tashmë dihen se si i kemi. Dhe të gjithë nënat e tjera apo gjyshet e tjera bëjnë shërbime të mrekullueshme. Ka asnjë pagesë që këto ende nuk e kanë marrë, nuk do e tregojmë sepse është shumë personale. Dhe Debora bashkë me Florentën gjatë gjithë kohës kërkojnë fonde që ne t'i pajisim të gjithë institucionet rezidenciale të gjithë Shqipërisë me gjyshe. Madje duke përfshirë standardin, jo një gjysh për të gjithë shtëpinë, por një gjysh për 7 fëmijë. Kështu që deri në atë moment që ta mbulojmë totalisht, ne jemi përhënë me 6 gjyshe, 3 nga Shkodra dhe 3 nga Tirana. Ky është një prezantim i thjeshtë, një prezantim që mbase Hana nuk e di nëse mamja ka lënë porosi për të majtë një fjalë përshëndetëse. A ka Hana një fjalë përshëndetëse, apo ta lexoj unë atë çka Debora më ka nisur? Po e lexoj unë. Duke i patur orare të ndryshme, Debora shkruan edhe në 5 mëngjesit me orarin tonë, dhe më thotë më falë, unë jam në punë, po punoj. Dhe në një diçka të mrekullueshme që Debora shkruan, unë do doja thotë të isha këtu, do doja të kisha një video për ju, por megjithatë, ajo shkruan. Pasi shkruan në fund fare, wow, unë pas ka përshëndetur, pas ka bërë goxha fjalë përshëndetëse, unë po lexoj fjalat. Dua të shfrytëzoj këtë rast për të shprehur sa thellësisht e nderuar ndihem që po bashkëpunoj me një ekip kaq të jashtëzakonshëm, profesionistësh në Shqipëri. Jam ndjer vërtet e manitur nga mirësia, bashkëpunimi, aftësia, dëshira dhe mendje pretësia që të gjithë kanë treguar teksa nisëm këtë program kaq të veçantë. Ajo që është më jashtëzakonshme është se në këtë kohë kaq të shkurtër, ky program tashmë po funksionon me një efikasitet dhe pasion se sa ai fillestar që kisha unë në Bullgari. Gjatë këtyre muajve e kam pyetur veten, si është e mundur kjo? Sepse gjithmonë e shqetësoj me Bullgari 21 vite, fonde, pafatësisht për gjyshe që e bukur, po ajo tani bën ndryshimin, ne jemi shumë të zgjuar. Dhe ajo evidenton më së miri ta. Gjatë këtyre muajve e kam pyetur veten, si është e mundur kjo?
Besoj se kjo ka lidhje me thebin e trashëgimisë së bukur shqiptare të Becës, një premtim i shenjtë që askush të nevojë nuk refuzohet kurrë. Kjo trashëgimi e shenjtë vazhdon të jetojë përmes kujdesit për fëmijët e pafajshëm, gratë me nevojë dhe gjyshet e mençura që kanë lëshuar breza me forcën dhe dashurinë e tyre. Uroj që të vazhdojmë këtë partneritet të bukur dhe të përpiqemi gjithmonë të gjendemi pranë atyre që kanë nevojë. Ju faleminderit dhe Zoti ju bekoft. Kjo është çka Debora bashkë me luesja, por dhe profesionistja e vërtetë të shërbimeve sociale ka nisur një diçka krejt të vogël, do ta kemi prezant, sepse ky fondacion një lajm shumë të bukur kanë për Korçën, do thoni po ç'ne Korçë më Valbon, po Korçaria shumë e dashuruar dhe për fat të treja i kemi Korçare, kanë bëjnë një qendër të mrekullueshme sociale në Korçë. Po të jetë gjithë e bëjmë në Shkodër. Mendoj që të japim pak alegri. Jemi gati? Mendoj që tani ka momenti që mikën tonë të mrekullueshme meritën mund ta dëgjojmë një poezi të bukur. I them a kemi ne që përgjyshen? Po do ta gjejmë ta përgjyshen patjetër që po. Sot një këngë do këndoj veç për ty, o gjyshja ime. E di mirë dhe se harroj se shkaktova shumë trazime. Këngën time ta kushtoj dhe të falur të dërgoj. Për shumë faje dhe gabime, ne të pagjum edhe mundime. Ti u zbardhe gjyshja ime, e çdo vit një rrudh shton. Sa kokçarje, shqetësime, sjellja ime të shkakton.
por ti e gjithmonë e mirë, edhe pajin shpejt ma falë, ti e me urtë unë kam dëshirë, por edhe vrudhin do të se ndalë. Kur fëmi kam qenë një herë, dhe pranë zjarit me ty rria, më tregoje ti atëherë shumë gjëra që unë si dija. Unë dëgjoja gjithë çudi, plot kureshje, kënaqësi dhe sa shumë nga ti mësoja, dhe me shumë vrudh të përqafoja. Shkuan vitet, dhe tani s'jam e vogël si atëherë, por gjyshe, unë përsëri ta prish qefin nga një herë. Por se prapë edhe sot, për çdo gjë ti ndel Zot. E shikimi ju t'i lirë, më jem forcë, të jem më e mirë. Do t'ju prezentoj një personazh që unë e kam shumë për zemër. Duhet më falë Awarda. Unë dua të them si unë njoha me Awardën, pikërisht për gjyshen. Dhe Awarda ka gjyshen nga mama dhe ka në Vlorë. O drejtoresh Bona, isha drejtoresh asë kohë në rajonale. Lutëm, kam një gjyshe shumë të smurë, por shumë të smurë. Besoj nuk do i keq që them që gjysha jote është paralizuar. Dhe të lutëm, ma kanë thënë ta që nga kempje, por ta qojnë, atë nuk e lëviz dot. Normalisht, një drejtoresh e vjetër, ndërhyu, se unë isha e vjetër, a dëgjuam fjallën. Dhe mirë njohja Awardës që në atë moment, se kisha ndihmuar gjyshen ishte i jashtëzakonshme. Dhe nuk bë mirë shumë të mira, pikërisht në mëmjet gjyshet. Unë nuk jam aq e njohur, akoma nuk kam aq shumë për shkollën Merita. Gjithsesi mendoj që përpjesa më të madhe këto dhe njihemi personalisht. Ishte shumë kënaqësi që vija këtu për gjyshet, është një ndër shtyllat kryesore të fëmijëve, ndaj do i bëja thirrje gjithë prindërve mos i privon asnjëherë fëmijët nga qëndruarit pranë gjysheve. Unë e kam provu vetë, kam pas fatin të rritem nga gjyshet. Është një dashuri pa kushte, edhe një dashuri që të ndjek gjatë gjithë jetës. Megjithatë, gjyshet dhe gjyshret ne në Shqipëri nuk i japim atë që ato vërtet meritojnë. Edhe unë prandaj kam pa një ditë një shkrim, të cilët të nderoni që mund ta lexoj, por shkurtimisht ndoshta për të mos ju mërzit, do ta lexoj të përmbledhur. Një kafe me një pensioniste, sepse çdo gjyshi jonë është pensionist. I adhuroj ato hapat lehtë, shpejt që i dëgjoja çdo ditë në të njëjtin orar, të hipnin dhe të zbrisnin me të njëjtin ritëm shkallët e asaj ndërtese. E kështu, vendosa që një ditë ta thras në kafe. Ulëm, kamarieri erdhi të merrte porosinë. Zonja që kishte në krah, porositi vetëm një kafe. Unë sigurisht diçka tjetër. E pyeta se si e kishte të organizuar ditën, e ndau me keqardhje që pensioni që merrte nuk i dilte për të përmbushur gjithë nevojat, fëmijët i kishte larë për shkak të emigracionit, e kështu që ndiheja mërzitur. I thash mos u mërzit se shpejt është fundi vitit dhe ata do të thehen. Tha nuk e di, tha. Nëse do e kenë të mundur të shkuten nga puna, e t'jenë pranë meje këtë fundvit. Në fund, ajo që mbani përshtypje ishte momenti kur do paguanim faturën. Edhe unë thira kamarierin dhe më tha, zonja që kisha në krah më tha, jo, tha, sot kafet i kam unë. Thash në asnjë mënyrë, kafet i kam unë. Jo, tha, kafet i kam unë dhe ka një arsye pse unë sot porosita vetëm një macchiato, sepse është e vetmja pjesë e menus që një pensionist mundet me përballu që të pagojë. E solla këtë histori edhe e kam shkruar me shumë ndjeshmëri, sepse është një problematikë që prek gjyshve dhe gjyshet tona, pavarësisht se ne si fëmijë jam e bindur që secili prej nesh brenda mundësive mundohemi të ofrojmë kushte sa më të mira, mundësi sa më të mira, të ndihmojmë sa kemi mundësi, por jo të gjithë të rinjt apo jo të gjithë fëmijët e kanë mundësi të mbështesin prindërit. Prandaj nuk mjafton vetëm ti duash kategoritë e shoqërisë, në këtë rast një kategori kaq të rëndësishme sa që janë gjyshret, por ata meritojnë respekt për punën e viteve që kanë dedikuar për secilin nga ne. Sepse unë jam shumë e shprehur dhe besoj që njeriut më shumë i dhëm padrejtësia se sa varfëria. Kështu që mendoj që gjyshret tanë duhet të marrin
pensionin e merituar për gjithë vitet, kontributin, dashurinë dhe gjithë sakrificat që kanë bërë për shoqërinë. Faleminderit, në përmbyllje unë jam Warda Elbunesa, jam avokate në profesion dhe ndarë Këshillit Bashkiak për këtë mandat. Shumë kënaqësi që isha këtu. Bona, je një ndër gratë shumë veçanta në jetën time që unë kam njoft, për shkak të zemrës të madhe që ti ke, edhe pa diskutim që lidhja me gjyshen është një diçka cilën unë nuk e harroj asnjëherë dhe shpresoj shumë që në një moment unë uroj kur mos kesh nevojë për mua, por nëse do kesh, derën tënde do ta kesh gjithmonë hapur. Faleminderit. Sa po më qartë, nuk e njoh. Warda si gjithmonë është një opozitare e mirë, por baza aty në Këshillit Bashkiak mund ta bësh pikërisht për të moshuarit. Nga një eksperiencë në Norvegji, e kam edhe patriotin këtu, atje të moshuarit organizoheshin në formë të shkëlqyer. Përsa të moshuarit tonë rinë në shtëpi, kohë që kanë resurset e brendshme për dhënë dhe kontribute për të dhënë. Mendoj që një prezantim krejt të thjeshtë të mamave, të nënave, që do thotë unë jam filania, të gjitha janë kontributore vullnetare më parë në shtëpi fëmijë. Tani tashmë jeni fal zemërgjërësisë së tre zonjave të mrekullueshme që kanë bërë të mundur krijimin e këtij fondacioni, Forca Xhixha Shkodrania. Nga një fjali si ta kemi Terezi, mbasi të gjitha, forca. Përshëndetje, unë quhem Frida. Jam përfshirë në këtë fondacion edhe jam shumë e lumtur, jam shumë e gëzuar, sepse ndjeshta që kisha akoma energji dhe nuk punosha, mund të isha prapë diçka. Edhe jam shumë e lumtur që jam përfshirë në këtë punë kaq të bukur, të cilën unë e kam bërë më përpara, kam punuar edukatore në një kopsht, dhe sot jam prapë me fëmijët e po kësaj moshe. Po të punosh edukatore është diçka krejt ndryshe, sepse marrën ai orari punës, e dorëzon fëmijët e prindit dhe këtu zyrtarisht puna jote ka marrë. Nësa në këta institucione, ato je non-stop në ata fëmijë, mëngjes, drejt, darkë, natën, i kryen gjitha lloje të shërbimeve aty, është një punë krejt tjetër për shumë. Fridën e kemi tek shtëpia e Foshtes të Shkodër. Tani e kam profesorën të shpjegim, Frida po shoqëron një fëmijë për të bërë terapi tek logopedisë, është një fëmijë vogël. Nëna Sania është tek fëmijët e mi, tek të rriturit. Përshëndetje gjithëve.
Sania Zabani. Jam desha për të falenderoj shumë ata që na banin të mundur me marrë pjesë në këtë projekt dhe në ndërruan me emrin Gjyshe që na t'japin sa do pak kontributin tonë për këta fëmijë. Që këta të ndjej edhe ato që gjyshet janë gjithmonë të dashurë, roli ty gjysheve kanë gjithmonë të dashur dhe ja afrushën për fëmijë. Unë premtoj që do të bëj pamujtën për këta fëmijë të njihen dhe të ndihen si gjyshja fitë. Ka punë jam e lumtur që punoj edhe të bona, ka fëmijë që kanë nevojë për gjyshat. Kam punu të qandrë zhvillimit me fëmijë si në ryshe me vite, kështu që do të mundohem që përbojnë dhe me ka qojeve. Faleminderit për një. Faleminderit. Do të prezentoj nëna Naime, që Florida ka shumë gjanë. Dhe nëna Naime, që për një periudhë të shkurtër në Itali në një mision bamirësie, dhe jam lëndëruar ku më telefonoj, thash ke ardhë, forca. Jam Naime Selfo, unë jam gjyshe tek Shtëpia e Poshtjes në Tiranë, me të them të drejtën në fillim hezitova, po pastaj ku kam hyrë atje në këti se bota ime ndryshoi. Ishte një mrekulli, fëmijët në fillim nuk mu afruan, se sigurisht ku shohim një njeri tjetër të huaj se kishim parë, po pastaj e vash njëri me një top, njëri me një lodër, por me lezeshme dhe me çuditshme ishte kur vajtëm të bebet e vogla. Ishin në gjumë, shumë nga fëmijët, dikujt i ishte ngel këmbat e ajo e ndara e krevatit e rregullova ashtu që mos zgjohej dhe një fëmijë ishte zgjuar atje në qoshe. Edhe u afrova, edhe sa fillova t'i përshpërit pak, u qel, tamam se arë lulja që qelë shu u qelë dhe filloj të qeshte më mua. E tash drejtoreshe sa mund t'a marrë pak në krah, po tha ajo pa tjetër. Ju betohem që unë qela më shumë se ajo. Mua më ndryshoj jeta. Nuk ka që më të mrekullueshme se të shërbesh me fëmijët. Unë kam 11 nipa dhe mbesa dhe jam e plotësuar, por kjo ishte një mrekulli tjetër. Dhe do bëj të pamundura që t'i afroj sa më shumë ata fëmijë dhe t'u jap sa më shumë dashuri. Përshëndetje, është një kënaqësi e veçantë që unë vi në Korçë, në të vi në Shkodër dhe të gjoj kaq shumë për Korçë. Unë jam korçane. Në qytetin tim luajnë e këndojnë në kitarë edhe vajzat. Aty, ku ABC-ja është vëndur me gurin e zemrës moralës. Aty ku shtari majohu bërroje çdo ditë një buzë dhe dashurit janë ABC-ja e lajmeve. Në qytetin tim është bukur t'jesh thjesht mësuese. Me qindra se rasti, gëdhëndin në zëmbrën e çdo vajze, se si që ndiset në të kuqe zi një flamur në një betim, në ritmin e gëdhëndjeve të burëve të sokative. Të ritesh bi në qytetin tim, do të thotë kesh një familje shumë të madhe. Dhe historia tjetë kryetjana e lajmit më të freskët, si Zambaku i odoreve, si aroma e virëve të bulevardeve, janë heronët e ngjarjeve monumentale, të dashur pjesëmarrës. Unë kam qenë ndër të parat që mbështeta këtë projekt në mbledhjen e fondacionit. Unë vi nga rapa mësuesisë. Kam dalë në pension dhe mendoj se t'jesh një fëmijë si që janë ata që me kemi sjellë të pesë nga Zyber Halluri. T'jesh një vajzë, t'jesh e dashuruar, e martuar, të kesh fëmijë. Dhe pastaj të bësh gjyshe si të shkemi patur fatin tani ta përjetojmë këtë periudhë kaq të bukur, s'kesh nduar mjaltin e mjaltit, kjo është jeta. Dhe kur pash ata fëmijë, të cilët nuk i kisha njohur vetëm në atë momentin që ne bëm takimin, por kisha bërë 2 takime më përpara në Zyber Hallurin. Dhe ishte poezia që më lidhi me ta. E pranova me njëherë
dhe nisa punën me ta para e thjesht. Dashuria vjen nga stomaku. Të parën gjë që bëm bashk, pare bashk, ishte keku. Një kek i veçantë. E dyta ishte të lexonim atë pema zëndërbarë dhe të gjithë të shkruanin pema e lumtur dhe të kuptonin se çfarë është pra në jetë, që të kesh për krah një njeri që sakrifikon për ty dhe të fal dashuri. Dhe ata shkruajtën zemrat e tyre. Vunembra që parloshta dhe aty, vunembra dhe ëndra se çfarë mendoj. Pra ne në takon, ti edukoj, ti mirëriti, si një familje madhe. Figura e gjyshes pavarësisht është shumë e fuqishme dhe shumë breslëse. Në jetën tona, të gjithë kemi histori shumë të prekshme për të treguar për gjyshet tona, për familjet tona, për jetën tona. Por të marrësh përsipër, të jetosh e të bëhesh krau i djathtë i atyre familje nuk është e lehtë. Gjithmonë pyetja që më mundonte ishte kjo: si mund të bëhem unë gjyshe për ta? Si mund ta ndjejnë ata që unë jam gjyshe e tyre, ashtu siç ishin gjyshet e mia? Dhe mendoj se rruga për të hyrë në zemrën e njeriut është dashuria. Gjyshet tona i dëgjuam, duke mos haruar. Faleminderit për mallit zot dhe për ju që unë do të marr pjesë në këtë projekt. Shumë gjatë me këta fëmijë që unë zëjtë. Edhe duke kontribuar tek fëmijët në plazh. Po, edhe që unë po merrem me këta fëmijë se është një plasi e papanë. Ashtu sigur për mua është edhe për ata, se ditë para me vërtet që ata ishin si projekcione të termë me kështu, kurse tash janë super të nashë me ta. Një lajm i gëzuar që na vjen po përsëri nga Debora, sa po ndava pak me Florentën. Debora vazhdon në mënyrë të vazhdueshme atje në Amerikë për të krijuar fonde për të punësuar gjyshere të tjerë. Gjysher, dhe ne jemi gati për të mbushur institucionin me gjyshere të tjerë. Do të ndaj një histori shumë të vogël dhe shumë të shkurtër me Nëna Nikolina. Nëna Nikolina e kam shumë për zemër, rastin Nëna Nikolinës Shkodrane, e vetmja në Shqipëri, e para, si jo e vetmja, e para në kohën tonë, e cila është bërë familje kujdestare për një fëmijë që ishte në shtëpi fëmijë. Dhe unë kisha fatin të merja pjesë në procesin e këtij procesi shumë të rëndësishëm, por dhe ta ndiqja në familje për ta kontrolluar. Nëna Nikolina më shkruan, tha, wow, shumë i bukur projekti juaj, shumë urime. Unë jam gati dhe për këtë projekt. Edhe unë me shumë dashuri të doje që në momenti që në të jemi gati të trasim, mbase ke diçka për thënë. Nëna Nikolina është nga të nëna që merr shumë fëmijë nga shtëpitë e fëmijë dhe i mban në mënyrë të vazhdueshme në shtëpi. Fëmijët japin dashin as diskutohet. Por Toja Chandler që isham erdha krejt rastisht nga thjesht me të një person aty që ishte edukatore, por mënyra se si ata fëmijë të vinë të rrethojnë, të bajnë që mos më largu prej tyne. Dhe një prej tyne ishte dhe kjo vajzë që më erdhi direkt. Edhe më tha më merë. Po, dhe më hanë, sekundin e parë që mu do jetu, dhe nana, më bërë, kja ishte si mu prej do bërë. Dhe që ato herë, ne urgentisht, me preventiv, për ka bërë që kjo ta merë që në mënyrë të lishme dhe të bërë familje kujdestare. Ajo vajzë të 15 vjeçe, Nëna Nikolina e vuan, sepse jati nuk është e sjell shpesh, ajo tashmë është familjen e vet biologjike, por në të vërtetë, lidha me Nëna Nikolina është jashtëzakonshme. Kur vajza vjen në shkollë, me Nëna Nikolina thotë ka marrë me vajzën. Nëna Nikolina vetë ka 2 vajza të rritura, të martuara, të sistemuara, dhe këtë ka si një vajzë voçke. Mendoj tashmë këto që unë kam thirrur bashkë punëtorët e mi të shkëlqyer, duke filluar me Arlindën. Arlinda ke diçka për të thënë, ke qenë pjesë e këtij procesi, pjesë e procesit të bashkëpunimit, të nënshkrimit të bashkëpunimit. Forca. Përshëndetje gjithëve. Normalisht Bashkia Shkodër është pjesë shumë e rëndësishme e bashkëpunimit dhe ka shprehur dëshmërinë e saj që gjyshet të bëhen pjesë e shtëpive të fëmijëve që kemi në Shkodër. Prandaj është një mundësi e veçantë, jo vetëm për këto institucione dhe për fëmijët që i kemi pjesë të tyre, por besoj edhe për gjyshet, të cilët siç ta bëna më përpara do t'i kemi edhe në institucione të tjera, sepse fillimisht kanë filluar vetëm në një institucion. Kështu që ne jemi shumë të lumtur për këtë projekt
mendojmë që do ketë një sukses të veçantë, pasi përveç mamave edukatorë ose nana, sepse ka edhe nana në këto institucione, normalisht nuk janë pensioniste, por që figura e gjyshes pra këtyre institucioneve losin një rol të veçantë për edukimin e këtyre fëmijëve. Është një knajtësi e veçantë që jam këtu edhe pjesë bashkë me shkëpunëtorët e tjerë. Edhe uroj suksese projektit, programit dhe One Heart Albania. Që faleminderit Dekros. Beta dhe kënoj që ishe vogël që se t'ju pëlqenjë për syra të mbajnë jetën tonë, dashuri, lumturi e pafund me ëndra shumë. Ka një botë në ëndra, janë të keqe shumë. Mos lëndoni nënat, syrin e pa gjumë, të gjitha do i dhuroja, kaq të lumtur t'i shikoja. Gjithë fëmijët në gjithë globin në me mban, të gjitha do i dhuroja, kaq të lumtur t'i shikoja. Dhe fëmijët në gjithë globin në me mban. Mos u aprekni dashurin, mos i aprekni lumturin, as kërkush mos ta provoj se nanas ju lejon. Fjala nëm kudo në bot, zjon në zemra dashuri, mirë më gjes jetës i thot se nana lin njeri. Kjo dorë që t'u djepi, gjithë botën e gëzon. Janë të vegjë shumë, mos lëndoni nënat, syrin e pa gjumë, të gjitha do i dhuroja, kaq të lumtur t'i shikoja. E fëmijët në gjithë globin në një mban, të gjitha do i dhuroja, kaq të lumtur t'i shikoja. Fëmijët në gjithë globin në një mban. Mos u aprekni dashurin, mos u aprishni lumturin, as kërkush mos ta provoj se nanas ju lejon. Fjala nëm kudo në bot, zjon në zemra dashurin, mirë më gjes jetës i thot se nana lin njeri. Kjo dorë që t'u ndjepi, gjithë botën e gëzon. Bravo, bravo. Po i vjen dhe nga dhe fundit, takimi tonë, por nuk mund ta mbarojmë të takim pa marrë nga një mendim në lidhje me këtë projekt të bashkëpunëtorëve të mi më të mirë. Kështu që mendoj të ta marrim me Kastriotin, nga që të kam shumë mirë, dhe normalisht sukseset në të gjithë punët, në të gjithë institucionet i kam dhe falteje. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Shkodër, një
mimramat veçantë për gjyshet që kanë ardhur prej Tiranës, por edhe arru ato që kanë ardhur prej Shkodrës. Mendoj që keni gjetë njeriu në duhur në borën. Sepse kjo ja për me ja thanë sy, por në fakt do t'ja themi në sy, është një nga bashkëpunëtorë më të mirë që ka pas ndonjëherë shërbimin social. Një njeri shumë i motivuar që mendoj që do ta çojnë përpara fondacionin një zemër, por do ta bëjnë me 2 zemra. Duke vullë zemrën e vet. Mehmeti në fakt fjala e gjyshe Naimes, që tha që unë kam nipa me sa 9, mos gabosha. 11, falni. Edhe megjithëse ishte për moshën në jetën e vet, domethënë më gjova një gjë shumë interesante nga shpirti i saj, nga goja e saj, nga mendja e saj, që tha që megjithëse unë jam e përmoshur, prapë gjeta shumë dashuri për shkolla e tij. Edhe pra e shoh gjithë të gjyshet që janë një potencial me dashuri, me përkushtim, cilat munden me dhanë nga veti. Mendoj që një projekt është shumë i veçantë për 2 gjëra, sepse e para jep mundësi me marrë dhe me dhanë dashuri, që është shumë e rëndësishme sot. Ne si njerëz jetojmë ndonjëherë edhe pa dashuri, na mungon dashuria, dikujt i mungon dashuria realisht. Sidomos ato që e kanë përjetuar dhe më thënë veten ndoshta të praktikën, ose të rritur jo për fajin e tyre në kushte të ndryshme. Pra, është një projekt që jep ka 2 anë, 2 fidus, do thosha. Fidus janë gjyshet e mrekullueshme, por edhe klientët cilët marrin domethënë të shërbim. Një gjë do thosha që bonën apo bë me ile, pse kalojnë gjyshet jashtë? Se vetëm gjyshet i fut drejtë. Ja për gjë, unë jam pa gjysh vetë dhe ka fillu me mendu domethënë ta kemi dhënë vende të bona. Që ishte për Fakt kushtu kemi shumë vend për gjysher, kemi Benin, kemi ty, kemi Bertin, se janë gati për gjyshin. Kastriotin dua ta veçoj për duke qenë miq, marrin dhe mendimet tjetrit. Dhe nuk ishin si mos të dëgjoja fjalën, ti mundsovi diçka shumë bukur, në ndryshe nga Bullgaria, sepse ka shpreh dhe Debra tek fjala, si kisha imagjinuar që këtu çdo gjë do ndodhte shumë më shpejt dhe shumë më bukur. Dhe pyes, këto gjyshet tona çfarë duhet të kenë diçka? Duhet të kenë diçka specifike që të duket që janë gjyshe në institucionet tona. Dhe sinqerisht Kastrioti u mobilizua dhe urgjentisht u nisi tek miqtë e vet. Dhe kështu që gjyshet tona do të kenë një shaf për t'u evidentuar që janë gjyshe në vërtet. Kështu që ka simbolet tona, Florentias dhe Debrës e ka bërë në anglisht, do t'ju adhuroj që ta merë dhe ta kenë në zyrët tuaj, kështu që gjyshe që do futen në projektin tonë, e bëm fakt të kryer në bashkëpunëtor, do t'ke një shaf të tillë. Mendoj që është diçka e veçantë dhe e bukur. Kështu që kjo është pjesë që shkojnë çdo gjë shumë bukur. Ka qenë shumë faleminderit. Përsëri edhe ecni në rrugë të marrë, sepse kjo është rruga shumë e bukur që ju pret. Të 2 palëve, edhe klientëve, por edhe ju. Edhe mos harroni me na kërkuar një herë në dorë. Si gjysh rezervë. Jo, gjëja më e bukur se të gjithë partnerët e mi që i kam thirrur kanë qenë sepse kam edhe një arsye. Tashmë nuk e kanë vështirë kur të më thrasësh fëmiti në kampet tona. Do jenë gjyshe që do të sjellin pikërisht fëmijët në aktivitetet tuaja të bukura. Kjo ka qenë. Faleminderit. Unë do të ftoj këtu Denatën, e cila do të shpjegoj vetë cila është shoqata e saj dhe pse ne mund të kemi patur ura për shpunime, po që do t'i kemi dhe tani në këtë projektin e ri. Përshëndetje të gjithëve. Të them vërtet unë jam pak e emocionuar, sepse kur bona më tha për projektin, ju kërkëtnis, Ma jo më kemi shefën për
Mendje më shkoj mirë dhe djali jem I cili përritet në ngjyshat. Është një kënaqësi, por një kozisht, është një hupa dhe fjalë, por është me fat që ka gjyshëm të cilët I falin dashuri. Ajo çfarë ndosha për me thënë, është fakti që për fatin tonë të keq që gjithë prindrit arrin më bë gjyshëm dhe jo gjithë fëmijët arrin me pas gjyshëm. E kur këto dyja ekzistojnë, edhe gjyshët, edhe niprat, edhe mesat, është shumë rëndësishme që ne të vendosim të ura midis tyre që ato t'i falin dashurinë njëri tjetrit, një dashuri e cila është pa kushte dhe që I bën mundni dhe që I bën murri njerëz më të lumtur që mund t'i falin shoqënisë një darkë më të mirë. Bravo. Se do e prezentoj, se kur bona me prezentoj projektin, më emocionova shumë, sepse thash është minimumi që na mundena me bë për këto fëmijë. Na, dhe I reformojmë na si shoqëri civile, na si individ, dhe thash sa bukur kanë ekzistuar njerëz që e kanë shumë përpara këtë iniciativë. Por njëkohësisht, unë I shumë e vlerësuar që bën një ftesë me pjesë e këtij eventi. Unë kam sjellë një gjë krejt simbolike, është një shap, I punoj në TSGA. Për ato të cilët e njohin qenën e Grus, se din që qena e Grus ka mbështet edhe vazhdon me mbështet shumë gra të cilët punojnë në artizanat. Dhe kjo është I prodhuar në TSGA nga gjyqe Mili, I cili gjithashtu ka 2 nipër. Edhe unë doja t'ju adhuroja juve për gjithë iniciativen që ju keni marrë dhe për gjithë mbështetjen që bani. Unë them që nuk është një mbështetje vetëm për fëmijët, por është një dashuri pa kushte që këta fëmijë durojnë njëkohësisht edhe këtyre gjyshave, që janë me fat po diskutim që kanë edhe nipat edhe mesat e tyre. Bravo. Edhe diçka tjetër, se na nuk mundena për me najt po e thonë, normalisht që na mundena me bëj një gjë krejt vogël, ja me bindën që secili prej nesh filloj me gjëra të vogla, po mundena me një gjë krejt vogël me në shumë jetën e shumë të tjerëve. Unë jam Denada dhe drejtoj qenën e Grus Hapat e Lej dhe cilën fokus ka gratë dhe vajzat viktima të punës në familje. Ne për me siguru që në shmërinë e këtij shërbimi kemi ngrit edhe një biznes social që është një restorant ku shërbehet kuzhinë tradicionale. Janë të mërpritur jo vetëm fëmijët e institucioneve dhe gjyshat, jo vetëm të Shkodrës, por mundësisht nëse fondacioni do të batet mujtën edhe fëmijët nga institucionet e tjera të vinin nga Tirana dhe nga Koqa të vinin për të konsumu një drejt, por edhe për të vizitu Shkodrën do të ishte kënaqësi për ne. Shumë faleminderit. Tani duhet kërkuar ty të falur, dua t'i them Florentes që Denada para pak kohësh ka humbur bashkëshortin dhe pikërisht kjo është emocione sepse djali saj po rritet me gjyshrin dhe kjo është një mrekulli. Dhe ajo fjala e kur e ka ftuar e ka bluajtur dhe të falenderoj pafund. A kemi dikë tjetër që ka dëshirë të thotë diçka dhe ka dëshirë të përshëndes Fred Zefi? Mirë se erdha. Shumë kënaqësi më kanë këtu. Edhe pse vi prej një momenti tjetër, në fakt thash mos ta humbi qoftë edhe një pjesë shkurt. Ai që kisha? Besoj se po. Se kështu gjithmonë asjell kështu. Por me tamam du me falenderu organizatin për këtë iniciativë të mrekullueshme, besoj është një vlerë e shtume në tana shërbimet që ofrohen të pikërisht këto institucione rezidenciale. E para në këtë mënyrë, por patjetërisht një gamë të madhe shërbimesh që ofrohen, kështu që shumë faleminderit të tjerë atyre që kanë punuar e vazhdojnë të punojnë për me vaj jetën e personave me probleme sociale më të mirë. Faleminderit ju organizatës tuaj, faleminderit dhe për djalin që më ke sjellë serianin. A kemi dikë tjetër? Unë prej një viti e saktë, ose nuk I maj mund të kur këto datat e sakta të kri institucioni tjetër, punoj, jam drejtori të shkretërime. Por që nga nëntori 2013-ës, unë punoj në shërbimet sociale. Këtu brenda kam një person jashtëzakonisht të veçantë, dhe jo vetëm. Kështu që nuk dija se si dhe nuk jam forte e gojës që të bëj gjërat bukura të t'i them, por sinqerisht kam shkruar disa rreshta zemre, shpirti,
dua t'i ndaj me ju për një person që e kam shumë për zemër, e kam shumë gjanë, që e kam dhe shefe. Atëherë do të gjosh, pas e do përshëndesësh. E kam jo si vajzë, po unë jam motor pak më shumë e madhe gjënëm, se kjo është e re. Certifikat mirënjohje i jepet Eriola Florentia Gjeko. Mirënjohje thot. Në një botë ku ndonjëherë mungon drita, ka njerëz që zgjedhin të jetë dritë për të tjerët. Ju falenderoj me zemër për çdo gjest kujdesi, për çdo hap që keni bërë në ndihmë të fëmijëve, grave dhe familjeve në vështirësi. Kontributi juaj nuk është thjesht ndihmë materiale, është shpresë, është dinjitet i rikthyer, është besim që ringjallet. Fal jush, shumë nëna ndihen më të forta, shumë fëmijë ndihen më të sigurt dhe shumë familje marrin frymë më lehtë. Ju jeni dëshmia më e bukur që mirësia ekziston dhe vepron qetë, pa zhurmë, për me ndikim të madh. Faleminderit që bëheni zë, krah dhe zemër për ata që kanë më shumë nevojë. Valbona Tulla është në fund. Por këtu te kjo që unë të kam ndërtuar dhe të kam shkruar është gjithë dashuria që ti ke dhënë për të gjithë qarkun e Shkodrës. Dhe tashmë dua të them 2-3 fjalë. Po i them shumë shkurt. Florentia për 20 vitesh kontribon e qetë, pa zhurmë, pa bujë, pa Facebook, pa asgjë. Në maj të malit, ku do t'jetë pika më e largët e familjes e nevojë, i kjo vajza bukuroshe këtu, të shoqëron dhe çon dhe ndihmon çdo lloj familje. Nuk e ka as për ta dokumentuar, as për thënë që ua çfarë bëran. Dhe sinqerisht i ka vënë pikën mbi i kësaj të fundit, sepse unë kam vetë një nënë pensioniste, ka dalë shumë e re, ka dalë 50 vjeça dhe kishte ende fuqi për të punuar. Por kjo, besoj, ka qenë qeshia mbi tort në gjithë shërbimet sociale që ne kemi dëgjuar deri tani. Dhe nuk jemi vetëm këtu, sepse vajza ka ambicie të jashtëzakonshme. Jam e lumtur që Shkodra zëvon të veçantë në zemrën e Florentes, e ka shumë për zemër qytetin e Shkodrës, si duket me çdo gjë të bukur që ka ky qytet, ka mike shumë të mira, ka zysh Lilianën, po shumë. Unë fola, po të flas zysh Lili nuk pushon kur, por edhe koha po na mbaron zysh Lili, kështu që unë të ftoj të marrë këtë gjë shumë e vogël, por sinqerisht me dashuri të madhe, për ndrecën dhe për ti gjithë fëmijët që ne kemi në institucionet tona. Që ne nuk duhet të nxjerrim. Tani fjala është për ty. Mirë mbrëma, e thash në dialektin e dur? Shumë faleminderit të gjithëve që jeni këtu, shumë ndjehem vërtet shumë e mikpritur dhe ndjehem shumë dashuri sa e që në Shkodër. Nga ta filloj më parë, po e filloj nga Valbona, shumë faleminderit Valbona. Nuk e di ti kush e tha pak më parë që kemi gjetur person në dur, po dhe kur filluam me këtë projekt në Shkodër nuk më duhet të mendoja shumë. E dija me një herë në fraksion të sekondës se ka duhet merja në telefon. Që mora Valbona në telefon dhe ne nuk bëjmë shumë gjëra, por Valbona bën vërtet shumë. E kam njohur Valbonën në shërbimin e saj, në detyrën që ka patur, dhe më ka bërë gjithmonë shumë përshtypje, dashurie, përkushtimi, vëmendja që ka pasur në mënyrë individuale për secilin fëmijë, bashkë me stafin, se shoh këtu disa prej pjesarëve të stafit, njerëz të mrekullueshëm që shërbejnë me zemër dhe i dedikojnë, pavarësisht se kanë punë, i dedikojnë një dashuri të konsiderueshme punës tuaj. Një falënderim shumë madh për gjithë ju. Faleminderit dhe ti Valbona, pa mbështetjen tënde nuk do ishte mundur kjo gjë. Shumë faleminderit gjysheve dhe faleminderit që e pranua të bëni pjesë e këtij projekti, për ne jeni shumë të rëndësishme dhe unë nuk jam gjyshe, nuk jam as nën fatkeqësisht, nuk jam bërë të takova nën fatkeqësisht, por kam një dashuri shumë të madhe për fëmijët dhe kam rreth 20 vjet që në kohën time të lirë, jo në kohën time të lirë, sepse vetë angazhimet e jetës time nuk më japin kohë të lirë, por të dielave i marr pak kohë familjes,
i marr pak kohë jetës time personale dhe më pëlqen shumë që të shkoj në shtëpitë e fëmijës, nëse mund ta themi kështu. Dhe kam parë prej 20 vitesh që kam marrë nga ata fëmijë të cilët marrin më pak dashuri se ne të tjerët. Ata kanë një aftësi të jashtëzakonshme për të dhënë dashuri më shumë se sa ne që marrim. Dhe unë kam vlerë si detyrim shpirtëror që unë duhet t'i dua më shumë ata fëmijë dhe duhet të bëj më shumë për ata fëmijë. Kështu që ky është një nga projektet që kemi, por në zemrën time jetët e atyre fëmijëve janë gjatë gjithë kohës. Nuk ka mbasë ditë jo, por nuk ka asnjë javë që unë mendoj diçka për ta, ose i kujtoj ata, ose kujtoj një moment për tyre, ose jam gjithmonë duke pyetur veten çfarë mund të bëj më shumë. Kështu që ju që do ta keni tani detyrë të përjashme, shpresoj që dhe e ndjeva energjinë dhe dashurinë tuaj, dhe ju e ndjeni se çfarë bekimi mrekullueshëm që është të jesh pranë fëmijëve dhe të japësh atyre dashuri, por në fund ju do të merrni më shumë dashuri prej tyre. Faleminderit dhe jam e bindur që do t'i japim të gjithë së bashku shumë dashuri fëmijëve. Më lejoni të përshëndes edhe zysh Lilianën, është një nga nënat, gratë, zonjat, heroina që unë njoh, që ka shumë vite që punon në qytetin e Shkodrës dhe kontribuon me shumë sakrifica. Unë e njoh personalisht dhe kemi vite që punojmë bashkë dhe kam shumë respekt, dashuri, mirënjohje, konsiderat pafund. Faleminderit të gjithëve, s'po ju marr më shumë kohë, ne bëjmë disa gjëra të vogla, por siç e thot në Tereza, me dashuri shumë të madhe dhe kemi shumë dashuri të madhe për këtë që bëjmë. Faleminderit gjithëve, faleminderit dhe bon. Faleminderit ju. Aktivitetet tjetër të ardhshëm do kemi gjëra vërtet të bukura për të treguar, për të thënë. Do jetë bazë pak si më private, pak si më e bukur, apo do ta bëjmë si konferencë të madhe.
Nuk e di, do jenë dy shefë që do vendosin. Debora, Ana Merik dhe Florentia. Shumë faleminderit. Asnjë mos ik sepse koktejli është jashtë. Faleminderit. Ndihesh në fund aktivitet? Faktikisht ndjeja e mirë sepse nuk ishte një aktivitet doli jashtë kornizave kur ne prezantojmë një risi. Doli jashtë kornizave duke bërë shumë i thjeshtë, shumë i armishëm dhe shumë i bukur. Siç ju e ndoqëm nga fillimi deri në fund, çdo gjë ishte e kalkuluar në mënyrë shumë natyrale, ku kënduam, ku kënaqëm, shkëmbyem eksperienca të veçanta dhe i dham zë atë çka është më e rëndësishme, meritës së fëmijëve, tashmë jo të fëmijëve tanë në jetën reale, por faktikisht të fëmijëve të institucioneve rezidenciale, dhe kjo është mjaft e rëndësishme. Për bashkimi dy brezave, një gjyshe do të shërbejë dhe do jetë gjyshe për një fëmijë të një institucioni rezidencial, të institucionit të përkujdesit, kjo është një risi dhe është mjaft e bukur. Okej, po në aspektin praktik, pra ne në aspektin emocional, jemi mos e qartë, në aspektin praktik si do veprojnë, sa gjyshe janë, cilë fëmijë përfitojnë, sa është konziliati është rrirë së projekti, po diskutojnë. Faktikisht kemi filluar fillimisht me 4 institucione, që do të 2 janë institucionet e Shkodrës dhe 2 institucionet e Tiranës, respektivisht shtëpia e Forshës së Shkodrës dhe shtëpia të Rime në Shkodër, shtëpia e Forshës në Tiranë dhe shtëpia Zyber Hallubi po në Tiranë. Kemi gjithsej 6 gjyshe, të cilët do të punojnë 5 ditë të javës, orari tyre është fleksibël, pavarësisht se janë 4 orë, ato mund të punojnë për ditë bazitë për nevojat e institucionit dhe sa ato kanë vërtet mundësi. Kemi filluar shumë qetësisht të bëhet prezantimi fillimisht i gjysheve, por kemi parë që në momentet e para kjo është ka përcyer dhe ato vërtet kur ne kemi prezantuar, ku ato janë prezantuar nga drejtuesit e institucioneve që këto janë gjyshet, fillimisht kanë qenë pak si të çuditur dhe kur e kam parë dhe ditën e 2 të 3, vërtet e kam besuar që është gjyshe e tyre. Dhe çuditërisht po bëjmë atë pjesën e aty mungon vërtet gjyshe, figura e gjyshes, dhe kur kjo gjyshe paguhet, pse jo, sepse gjyshet tonë janë në pension dhe kur paguhet nga një fondacion dhe misasi në fund të muajit, misasi të ardhur është ndihmës për gjyshen, por nga ana tjetër është ndihmës shumë për institucionin, sepse shumë punë të vogla, por shumë të bukura për fëmijët, tashmë do të bëjnë gjyshet tonë.